në media nuk është aqqa që e shprehun, por e shohim një përjashti. Faktikisht gratë është duke degradu kjo pjesëmarrja e grave në jetën publike, politike, edhe është indikator teti i dhenshëm që partitë politike mos me i pa mo gratë si potencial për me avancu ose me fitu komuna edhe me shku në nivelin lokal. Është e dhenshme se si e heshtin më pastaj edhe arsytojnë mënyrën pse s'kan garu më shumë gra në politik, prap ju hedhin fajin, por nuk janë aq të hapuna dhe nuk kanë politika mbështetëse. Është e vërtetë që gratë lehtësisht nuk i bashkangjiten partive politike, për shkak se partitë politike janë patriarkale dhe nuk janë mikpritse për gratë, nuk i kanë politikat e duhuna. Një prej tyre e cila që do duhet të ishte është politika kundër ngacmimit seksual në parti politike. Ni gru e re apo ni gru shumë vështirë i bashkangjitet partive politike edhe për arsye se në gjatë fushatave prodhohet shumë si me thanë diskriminim, po edhe deri tek ngacmimi seksual ndodh edhe ajo që në fushata gratë nuk janë të sigurta sepse kryesisht bohen në mbrëmje tubimet apo ndodh në fshatra, janë të pasigurta edhe nuk kanë mjete, nuk kanë vetura, nuk kanë kushte thjesht